Të nderuar shikues, mirë mbrëma, takojmë në emisionin numër 67 podcastit tonë. Jemi me një tjetër figurë të njohur të sportit futbollit, jo të futbollit të luajtur, por një pjesë të rëndësishme të futbollit, pikërisht me arbitrimin. Një nga emrat e njohur të arbitrimit shkodran dhe shqiptar të viteve 90, por edhe fillimit vitit 2000, ndoshta edhe fundi vitit 80, kemi të bëjmë sonte me një bisedë, besoj interesante, me ish arbitrin e Shkodrës dhe të Shqipërisë, zotin Astrid Sufi. Sufi, mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Shumë emocione besoj keni përjetuar gjatë karrierës tuaj sportive. Një herë në fillim, faleminderit shumë herë për ftesën. Kjo është edhe një konsiderat që i bëhet punës time. Dhe kur mora njoftimin për të ardhur në emisionin tuaj, me të thënë drejtën më erdhën edhe herë emocionet sikur kam filluar karrierën time sportive, gjatë karrierës time sportive, edhe për u ishte mbyllje aktiviteti tim sportiv në vitin 2004. Pse e them këtë? Sepse gjithmonë e kam marrë me seriozitet edhe një çdo detyrë që ma caktu, jam munduar me kry me shumë seriozitet, me shumë dashuri dhe respekt për detyrën që më kishin ngarku Federata Shqiptare e Futbollit për të kenë një gjyqtar futbollit në kampionatin shqiptar. Shumë vite që jeni larg arbitrimit, por ju vjen mirë që shpeshherë sa herë që diskutohet për arbitrimin, ju përmendet për mirë emri juaj. Po kjo mos është edhe vazhda e punës time të përkushtuar gjatë gjithë karrierës time, sepse ndoshta ka qenë pika më e fortë e ime, ka qenë karakteri i fortë. Pa thyshmëria në asnjë ndeshje futbollit, duke diftuar aftësi, karakter, por duke mos harruar edhe ndihmën e ish kolegëve të mi për të cilët kjo lojë aq e bukur, aq e magjishme, që e dëshiron gjithë bota, nuk bëhet vetëm, po bëhet në ekip. Dhe ekip quajmë kolegët e mi shumë të respektuar dhe jam mirënjohës për ndihmën që më kanë dhënë gjatë gjithë aktivitetit tim sportiv. Shpesh flasim për futbollist, për trajner, po sa e rëndësishëm është një arbitër në një ndeshje futbolli. Në një ndeshje futbolli është edhe roli i arbitrit, sidomos në vitet 90 e me vazhdim, ka marrë një hap të jashtëzakonshëm dhe një vlerësim total nga UEFA, FIFA dhe Federata Shqiptare e Futbollit. Kam parasysh sepse para viteve 90 seminaret u zhvilloshin zakonisht në Institutin Kulturës Fizike Vojakushi në Tiranë, ku kemi asistuar disa herë me 3 mujorsha për të marrë titullin e kategorisë më të lartë të futbollit, si gjyqtar i kategorisë parës. Kështu a quhet atje kategoria e parë, ndërsa tani sot flasim aktualisht si gjyqtar i kategorisë superiore. Dhe gjatë gjithë kësaj pune, a dash me bën sakrificat të mëdha. Dhe sakrificat ishin nga më të mëdha. Pse them sakrifica? Sepse jo vetëm pasioni, por duhet edhe puna. Vetë mohimi dhe dëshira për të bërë një emër të mirë. Dhe kjo emër i mirë respektohet dhe nderohet gjithandaj. Edhe unë jam shumë i kënaqur për këtë që kam arritur. Pastaj, pse zgjodhët arbitrimin? Tradita familjare ishte ajo që vendosi apo kishte ndonjë shtys tjetër? Këtu ka shumë gjëra të bukura. Ma lën të shtjelloj se ka disa gjëra të bukura dhe të veçanta. Them kështu sepse unë jam i detlinës 1960. I lindur, po flasim me lagjet e vjetra, nuk po i napim emrat të ri lagjeve sepse shkodranët e vjetra dhe gjithë Shkodra e njeh lagjen Zdrale. I lindur të shtëpia e një tregtarit të madh të Shkodrës, Idris Gjoka, me i largësi nga stadiumi 130 metra, edhe i rritur me efemerinë e hershme timen të një kopshti Beptusha, i cili ishte 50 metra nga stadiumi Vojakushi, i quajtur atëherë sot stadiumi i madh i Loro Boriçi. Entuziazmi dhe golat si fëmijë i vogël, që i ndëgjoshim entuziazmin shumë afër stadiumit, dëbate që këtë magji ta shikoja edhe unë kur isha moshën 4-5-6 vjeçë. Pa arritur më thënë këtu, pa vazhduar më gjatë, shkoshëm në shtëpi, një kohë që prindi im, babai im, Xhavdet Jusufi, atëherë i aktivizuar si gjyqtar i kolegjiumit të Shkodrës, si fëmijë i vogël, kureshtar, ku a babi? Babi është me zotin Kalaci, zotin Gjerezi, zotin Dalipi, Mujez Dalipi,
janë aktivitet në dorës për ndeshje futbollit. Të është këta gjitha bashkë të një fëmijë ndikojnë shumë pozitivisht. Edhe ndikimi im direkt ishte që i lidhën shumë me sportin dhe veçanërisht me futbollin. Por pas harrojmë edhe këtë gjë, sepse përveç babait tim, edhe babai i babait, domethënë gjyshi im ishte qytetar futbollit. Në shumë vitet e hershme mas demokracijet, në vitet 45 deri në 51. Dhe këta më banë unë që me infiltruen si një fjalë atë njenjen e futbollit, të shjo krejt arbitrimi, sepse unë nuk isha për të perceptuar aq mirë dhe aq sakt rolin e gjyqtarit një moshë 7 vjeçare. Por me kalimin e viteve, pata fatin të shoh edhe në tribunën kryesore të stadiumit të Loro Boriçi, në vitin 1967 luajti një ndeshje vllaznia Gençenber Ligi i Turqisë. E vleshur për Kupën Ballkanike. Për Kupën Ballkanike me rezultatin 1-0 me gol të mallit Selamidani. Unë isha në tribunë me babin tim, me kolegët e tij. Se po me lanë emnat është i kam frikë, se edhe e kam frikë, pa. Nuk kam dëshirë që të hupin në një njeri pa ja thanë emrin, pa shkanë shumë gjatë, dhe këtu kena arë për me folë për Astet Jusufin, dhe për punën e tij dhe vlerat e tij si gjyqtar futboll, një karrierë shumë të madhe sportive, gati 27 vjeçare. Dhe këta për të u bane premisa që unë një kohë të afërt të shtoj dëshira për arbitrim dhe që e ka vu, që thënë fjalës vullën kësaj dëshire time të qartë ishte sepse edhe prindërit im më morrin ndeshje si fëmijë i vogël edhe jashtë rrethit me kolegët e tij. Unë stadium edhe në Shkodër edhe atje domethënë që gjithçka po ecën rrugën e duhur, aty ku kishte dëshirë edhe prindi. Mos të harroj. Domethënë ishte rruga e shtruar. Të duket që e bukur apo e vështirë? Shumë e bukur, shumë e vështirë, por edhe shumë e respektueshme për atë njerëz që din me vlerësu. Dhe vlerësimi është matet me punën tënde, me kontributin që ke dhënë, me modestinë më të madhe them që kam arritur diçka dhe kam dhënë një mesazh të vogël në rritjen e cilësisë të futbollit shkodran dhe shqiptar. Pse e them shkodran? E them shkodran sepse fillimet e mia të arbitrimit, Gjergj, lidhen shumë herët. Një kohë që dikush ka ëndër më bë futbollist, unë e bëna gjyqtar në moshën shumë të re 17 vjeçare. Dhe në kolegjium gjeta emra shumë të mëdha kur shkova. Po t'i them disa pa thash edhe i fillim mos të e rëndësishme është disa nga emrat kryesorë besoj është mirë të përmendim. E përmendim. Aty gjeta Bakir Dibër, Tahir Kalac, Kol Pogu, Skender Bilal. Farifani, që ishte edhe shefi shumë sporteve në atë kohë, një figurë jashtëzakonshme, që mas edhe thëmë që thojnë që si Sababizi që nuk i vjen Shqipërisë futboll, edhe Farifani për njeri i vlerave shumë sportit të Shkodran, a vjen në rrallë. Edhe shumë emra tjera që të thash, ma bi tala me kaq, sepse lista është shumë e gjatë, sepse edhe në emisionet tjera, një kolegë ime, kolegë që ju keni pas rastin të keni në podcastin tuaj, i kanë përmendur gjitha i kanë thënë edhe prandaj nuk do më bëj përsëritjet e tyre. Por i vlerësoj maksimalisht se kanë kënë figura shumë të mëdha, të cilat unë jam mirënjohur sepse në atë moshë më ka ndihmuar shumë. Pse them më ndihmuar shumë? Sepse atëherë në fushën e Shqipërisë, Gjergji, u zhvilloshin kampionatet e qendrave të punës si që ishin atëherë. Edhe unë një moshë shumë të vogël më afroi këta kolegë të babit tim. Edhe në maj qershor korrik u banin aktivitetet e qendrave. Dhe aty unë asistova asistent shumë herë, po më besuan edhe kryesor. Por në atë moshë të marrë përsipër kryesor një ishte pak e vështirë. Gjithsesi e realizuar me sukses. Prej aty mëse në shkova direkt në emëruar një Spartakiat në Kuks, po përsëri për qendrat e punës për zonën e Veriut. Aty me 2 kolegë tjerë, vlerësuar shumë edhe na, sepse isha shumë i ri, duhet ta vlerësosha sepse ishte për të vlerësuar dhe shumë shpejt. Me 3 muaj jetë kolegjiumit, Gjergji, kam një rast shumë të bukur dhe shumë unikal, më thonë. Arbitror, babë djalë së bashku. Bravo. Për informacionit i ke saktë, sepse ke kënë gjithmonë të shamirë si jonë. Në fillimet e mia, mas e se ke
ke ardhur më vonë, po prap në vazhdimsi ti na ke respektuar, na ke dashur gjithmonë si kolegjium, edhe mua si person jam mirënjohës. Në datën 3 tetor, di vitit 1977, në kampionatin kombëtar të kategorisë së dytë, luhet ndeshja Besa Kavajës Dajti i Tiranës, i Kamzës. Edhe aty zoti Bilali merr guximin e madh me 3 muaj në kolegjium të Shkodrës, mu merr asistent parë. Ma lën babin asistent dytë, domethënë asistenti i parë gjithmonë kuptohet se është krahu i djathtë i kryesorit, dhe është në pjesën e tribunës që kryesore. Në port, në atë kohë, ishte i madhi Arkaxhiu, se kishte lanë hala futbollin. Domethënë si vlerësohet është i vetë, është se çfarë emocionesh mund të jetojë një djalë 17 vjeçar duke arbitruar një ndeshje futbollit. Edhe babi asistent. Dhe në atë rast, një ndeshje shumë e bukur me rezultatin 2-1, sepse fatmirësisht unë kam marrë edhe statistika. Dhe di me saktësi edhe të kolegëve tjerë ndeshje që kanë gjykuar me mua, që i kam pas bashkëpunëtor në rrugën time të gjatë. Fiton 2-1 dhe marrin përgëzime të jashtëzakonshme edhe të vëzhguesit të ndeshjes, edhe aty në dhomët e zhveshjes bëhet dorëzimi i faneles. Se zakonisht ndeshja e fundit e babait dhe e para e djejt. Pikërisht, kjo ishte gjëja më bukur, gjithkush në fanelen në fushën e lojës, aty u bën një ceremoni e vogël, dorëzuar me fanelat njënitetet edhe mbarësi. Besoj që nuk ka pas. Besoj që bekimi i tij ishte shumë i saktë, sepse ka pas ndonjë fotograf në atë periudhë për ta fiksuar këtë moment, sepse do të ishte diçka historike. Kanë kona të vështira, kanë kona të vështira. E udhëtimet e vështira, si mos ti përmendim këtë se pra, morët bekimin e një ish arbitri që ishte edhe babai juaj. Ishte edhe babai im dhe u jashtë gëzuar jashtë maset kur arritet e mia ja kaluanën nivelit të babait tim. Kjo ishte një merit edhe ti nxitja e tij, po dhe konsultat shumë herë, sepse analizat e ndeshjeve përveç se i bashim kolegjiumin e Shkodrës, kuptohet duke pas specialistin edhe në shtëpi, vazhdo të mbledhja e kolegjiumit edhe në shtëpi. Dy analiza për një ndeshje. Ajo ndeshja Kavajës ishte fillimi i rrugtimit. Ka qenë gjithmonë i mirë rrugtimi, ka pas ato ecejaket e veta, vështirësitë e veta. Normalisht në futboll ka probleme nga më të ndryshmet, duke pas parasysh sepse ndeshjet kanë qenë shumë vështira, sidomos disa fusha të nxehta siç i quhim ne, i quhet edhe Federata Shqiptare e Futbollit, dhe shpeshherë caktohet e gjyqtarët më me përvojë, më trima, këtë duhet të kemi parasysh, saqë kur Komisioni Tekniko-Gjykues bante caktimin e gjyqtarëve, pothuajse 80% unë e disha vendin tim se në çfarë pozicion ndeshjet jam unë. Ku ishte ndeshja më e vështirë? Pikërisht. Jo është ajo më e vështirë, por shumë e vështirë. Kishe hinë botën e tyre, sepse kishe hinë edhe psikologjinë e komisionit për vlerësimin që kishin ata për mua. Sepse mundoheshem me kanë i paanshëm, duke vlerësuar ndeshjen maksimalisht dhe duke marrë gjithmonë rezultate pozitive dhe vlerësime pozitive. Po jo gjithmonë ka shkuar. Thash kanë kënd fushat nxehta, ka qenë Laçi, Peqini, Ballshi disa herë. Kurse për fushat tjera nuk mund të them, nuk marr përsipër, sepse i ta kanë qenë në 3 fushat më të nxehta. Po harru ka herë edhe Borrelin, mos ta harrojmë tash. Kuksin ka herë. Po jo se kena shku shpesh edhe si, me thonë si. Sufi, sa vite vazhdoi rrugtimi juaj tek kategoria 2 fillimisht? Faktikisht këtu duke krahasuar me kohën e sotshme, vlerësimi për arbitrat është tjetër, sepse tu pas edhe mungesa gjyqtarësh, atje kena qenë një kolegjium shumë i madh. Dhe ka pas kërkesa të jashtëzakonshme, por gjithë ishte fatkeqësi. Pse them fatkeqësi? Ose në thojë fatkeqësi. Ishte dëshira e gjithëve për të qenë kryesor, për të marrë bilbilin. Po jo gjithë do të marrin bilbilin. Kjo ishte problemi edhe më i vështirë. Në çdo kolegjium, jo vetëm kolegjiumin tonë, në çdo kolegjium ishte problem caktimi i ndeshjeve dhe marrja përsipër e rolit kryesor të gjyqtarit të ndeshjes. Thot një dëshirë dhe kërkesë e madhe për të bërë arbitër. Kishte favore arbitri? Të them të drejtën, po të tregoj favoret. Favoret ishin këto sepse deri para viteve 90
gjithkund kur shkoshim për të arbitruar një ndeshje futbolli, kishte njerëz që preqin dhe përcjellshin. Tani nuk e di nëse pak realizohet, më thonë, pritja dhe përcjellja ka qenë në protokollin e ndeshjes, ose një protokoll i shkruar ose i pa shkruar, por e kishin për detyrë me na prit, me na përcjell. Por edhe duhet me thonë edhe këtë gjë që ne në takoj ishim shumë të interesuar, sepse për shembull në qytetet e vogla ishim shumë të interesuar sepse aty na shoqënoheshin edhe për disa favore, si që quheshin, sepse rrishim me njerëz të pushtetit të kohës, rrishim me njerëz të pushtetit politik dhe ekzekutiv. Domethënë, kaq të vlerësuar ishim ne për atë kohën. Pastaj për vitet 91 ka konsideroheshit njerëzit që kishin diçka në dorë. Pikërisht. Dhe ishim më të vlerësuar, me thënë drejtën. Edhe nga rendja, nga gjithë të tjerët ishim shumë të vlerësuar. Pra si ka qenë, sa vite keni qenë asistent? Asistent kam qenë 9 vjet. 9 vjet. Merremen se sa vështirë ka qenë për të marrë rolin e kryesorit. Asistent gjithmonë te kategoria e dytë. Asistent te liga e dytë, e tretë edhe trive, po jo vetëm asistent, aty kena filluar edhe kryesor. Me trit, me kategorinë e tretë, me kategorinë e dytë, po flas asistent i kategorisë parë 9 vjet pa e prek kategorinë e parë. Nëse sot kanë ardhur kushte shumë tjera, shumë të mira, me nivel shumë të lartë të konkurimit, edhe dalin shumë shpejt. Për 3 vjet merr sistemin tjetër. Kjo është një vlerësim i jashtëzakonshëm që na kena pas vetëm në ëndër. Do të flasim edhe pak mungesën e sistemit së Astrid Jusufit. 9 vite për të qenë pastaj kryesor. Ishte me shumë përgjegjësi kryesor? Ka qenë shumë përgjegjësi, por gjithmonë kam pas mbështetjen krau të djathtë dhe krau të majtë, të cilët i vlerësoj jashtëzakonisht. Se më kanë ndihmuar shumë bashkëpunëtorët. Dervishi, Kraja, Nushi, Bilali, Lapi, Mavon Sala, Kastrati, e tjerë me radhë. Maçi një periudhë, po tjetër, bile njeri shumë i devotshëm. Sidomos më ka shërbyer shumë, sepse në atë kohë Gjergji telegramet vishin PTT, unë duke pas një aktivitet privat, dhe duke mas pas shumë kohën e duhur, duke bërë sakrifica për të servitur, për të punuar, për të punu tema, ai më ka ndihmuar shumë për njoftimet e ndeshjeve. Në fundin e vitit 80 u bët një treshe, apo ndoshta edhe 4, pastaj edhe me arbitrin e 4, shumë e rëndësishme për kampionatin shqiptar. Shumë e rëndësishme dhe shumë e vlerësuar. Po thuaj se me diftullë dhe numrin e ndeshjeve dalin shumë, sepse nuk du me marrë ndeshjet e aktiviteteve lokale, po vetëm aktivitetet që ka zhvilluar Federata Shqiptare e Futbollit me kategorinë e 3, 2, parë, sot Superliga, dalin edhe 374 ndeshje, të cilat janë të evidentuar në blokun e shënimeve të mia. Ndërta janë 169 ndeshje në kategorinë superiore, të cilat janë kupra publiket, dikur kanë qenë edhe kupat e gazetave sporti, Gjergji, bashkimi, Zari Popojt, mos t'i kujtojmë, se ka pas aktivitet shumë, po vetëm aktivitetet e kampionatit kombëtar, kategorisë parë, 2 dhe 3 janë 376 ndeshje. 376 ndeshje, që të thotë 376 ditë për qëndrim maksimal? Jo maksimal, pa tepër maksimal, sepse unë kam vlerësuar gjithmonë ndeshjet. Nuk ka pas rëndësi pionersh, apo kategorisë parë trive, apo kategorisë 2, 3, e tjerat me radhë e Superligës, kam vlerësuar maksimalisht. Qysh me marrë e njoftimit për ndeshjes, unë kam marrë përsipër të futem edhe në pedagogji dhe sociologji. Për që them? Sepse merrsha përsipër me analizu ekipin që kam për të gjykuar. Në problematika e tyre ishte kush janë lojtarët më problematik, kush janë trajnerët më problematik, populli më problematik. Dhe kjo analizë unë e basha pa hi ndeshje. Po më kujton, Isufi më falë që po të ndërbres, një deklaratë para pak kohësh të Kolinës. Përpara ndeshjeve të rëndësishme, kryesisht finalet e Ligës Kampionëve, e shikoje disa herë, thot në videokaset të dy skuadrat që do të luajnë në finale, për të kuptuar pikërisht këto që thatë edhe ju. Nëse ne na ka mungu pjesa e ekranit,
jena mundohur me informacionet që kishim edhe në vazhdimsi duke e gjykuar neshët e këtyre ekipeve, sepse në takuar jenë 3-4 javë me majtë një të ekipe dhe unë kisha studiu ekipin, nuk ishe majtë shënimet e mia, se bo me po dhe në shënimet e mia, aty është kartoni i verdh, kartoni i koq, veshgusi i neshës, delegati i neshës, problematika që kam pas pozitive, qoftë edhe negative, bashkëpunimi i mirë ose jo i mirë me kolegët, penaltie pa lanë, penaltie lanë, gjithë që e kam analizu me shumë vëmendje për të vlerësuar neshën, sepse me bilbilin e neshës, emocionat e nuk ka magjër që. Sepse du të harrosh gjithë shka, vetëm ti kushtohesh neshës, në qëse e ke marrë përsipër për me ba një detyrë për cilën ti je caktu. Isufi ishte autoritar të treshja, vendose fjalët ti, apo kishte edhe bashkëbisedim me kolegët për çështjet e gjykimit? Brenda neshës. Brenda neshës, autoriteti ka qenë gjithmonë i kryesorit, por unë si person nuk e kam marrë kur përsipër autoritetin tim absolut, pa ndikimin dhe pa bashkëpunimin e kolegëve. Nëse sot ka kufje, ke informacion me e marrë prej gjyqtarit, ne jemi konsultuar me sy, me lëvizjet e trupit. Kjo kanë qenë shenjat tona që jena marrëve shumë mirë dhe duke gjykuar shpesh me këto persona, nuk kena pas vështirësi komunikimit. Se nëse ka qenë për shkak problemi e avantazhit i cili është një pjesë më e bukur e gjykimit të ndeshjes futbollit, dhe aty për mua vlerësohet niveli profesional i një gjyqtari të futbollit, të loja avantazhit edhe të guximit për të dhënien e penaltive. Dhe gjithmonë kena kanë të sakt në veprimet me sy me njëri tjetrin. Kjo ka qenë bashkëpunimi jonë, duke eliminu pjesën e kufjes të cilët të ne nuk ekzistonte në atë kohë. Isufi, për disa vite keni pas përkrahur 2 asistentë të FIFA-s, Astet Dervishin dhe Roknushin. Shumë kush në Shkodër, por ndoshta në Shqipëri mendonin po ky, pse nuk e ka Stemen? E pritet për shumë vite, por në fakt asnjëherë nuk erdhi Stema për Astet Isufi, ndoshta ishte ndër më të vlerësuarit e arbitrimit shqiptar. Për këtë duhet të them vetëm një gjërat drejt dhe të shkurt. Po të pyesish gjithë sportistat e shumë lloj sportit në Shkodër, më thoi një që nuk ja bën një padrejtësi nga qendra. Kush është qendra? Kryeqyteti. E se po pështohet edhe Astet Isufi, po goditjen nga kryeqyteti, pse do ta merrte Astet Isufi para kryeqytetit, pavarësisht nivelit që kishin. Kjo ishte pra dallimi që kishim, sepse Shkodra gjithmonë është godit. Dhe goditja ka qenë sepse ka pas brum. Që ish me gjeneratat e përpashme, edhe deri në brezin e sotshëm, për cilin unë jam shumë entuziazmuar dhe i kënaqur shumë me 2 kryesor. Një kohë, vitet pothuajse si vjet, janë ëndra të cilët i dëshiron çdo kolegjium dhe Shkodra po arrin ata nivele ku i takon dhe ku e meriton. Me 2-3 Shkodra në Super League, me Myrten dhe Grimcin, është një vlerësim i jashtëzakonshëm dhe ju them që kenë kujdes të vazhdojnë traditën e Shkodrës, sepse janë vlera të mëdha si në futboll edhe në gjykim. Një qyteti shumë të madh dhe shumë me vlera. Rrit me shpresë që do të vini një ditë, do të vinë Stema për ju, apo e kishit të ndarë mendje që nuk do të vijë ajo Stema? Problemi ishte i tillë, sepse emri im është vendosur gjithmonë i 4-ti në listën kur ishin 3. Po, kur ishin 3. Se Federatë Shqiptare e Futbollit caktonte 3 gjyqtar për Stemën e FIFA-s. Dhe gjithmonë gjyqtari i 4-t u caktohet Astet Isufi. Po ata normalisht që do ta respektoshin verdiktin e Federatës Shqiptare të Futbollit, sepse gjithmonë Tiranës, asnjëherë i rrethave. Pikërisht një pyetje, këto zgjedhje këtyre e parë, i 3 apo i 4 ishte në bazë të vlerësimeve të vëzhguesve gjatë gjithë sezonit me notat, apo ishte rastësishëm pastaj? Përveç se këtyre si thatë ju, Gjergji, përveç vlerësimeve maksimale dhe notave që i vendosin delegatët, ishte edhe subjektivizma, sepse gjithmonë, të thënë drejtën, e dashtë mira me kokë murit, sepse e dishim mirë se
me Tiranësit është e vështirë mu përballohet, me thonë, me keni sinqert. Jo se kishin nivelin, sidomos për nga vlera e karakterit dhe profesionalizmit, ishim shumë më mirë. Por kishte subjektivizma dhe ishin mbrojtur nga shteti. Ka qenë shpreha e Dinamos monument kulture që mbrojt nga shteti, kështu edhe arbitrat pas një të mbrojtje? Bravo. Se të mbaj mend, ndoshta kanë qenë vitet e para fëmijët si gazetar, vitin 97, ajo finalja e famshme, çfarë ndodhi kur Astit Jusufi nuk u lejua apo u smur për të mos shkuar në drejtimin e finales Partizani Flamurtari, më duket. Ka qenë data 12 gusht 1997. Si kam gjanet e faktume, flas me data. Në atë neshe ishte caktuar gjyqtari kryesor, ishte neshe e fundit finale për të dalë kampion. Tirana ose Flamurtari. Tirana ose Flamurtari. Du me thënë se qysh fillimin e bisedës gjithmonë kam vlerësuar dhe thirrjen tënde dhe çdo neshe që ma caktuar e kam vlerësuar maksimalisht, nëse në neshe tjera unë kam shkuar gjithmonë brenda ditët, se kështu ishte mundësia. Atëherë kam shkuar një ditë përpara neshe për ta vlerësuar maksimalisht. Po një kohë kishin ardhur 2 telegrame. Të shtatë kohë, merrem të shku të marrën vesh telegramit. A ditë mu kishte ardhur 19. Kishte ardhur ditë më vonë në orën 17. Edhe unë shkaj që gjithmonë i përgatitur flaj dhe i në hotel Arbana, i kam punë të dokumentume, dhe shkaj në stadium, belin e kur kam dalë nga hotel Arbana, Sulejman Mema, ka qenë të kalu me makinë, më ka ba me dorë dhe kam përshnet, kaq. Shkaj në stadium, dhe shaf kolekte mije dhe të ndjeri zylë, të cilët ishin duke u veshur. Edhe më thojnë për arsye të vonesës, Astrid do të rish pa arbitru këtë neshe finale. Motivi, thënë vetëm, po i vënum. Fatkeqësisht të thashmëra, ju keni drejtën e vendosjes sepse jeni drejtues të Federatës Shqiptare të Futbollit dhe mos marrë përsipër të ve vetën në këtë neshe. Mase unë të e pas vetë ma shumë me pasion të madhe, dhe ishte një andar e madhe të mash një finale, nuk ishte e gja vogël, pa ishte edhe vlerësim për mu, sepse a folme për sistemin e FIFA-s më përpara, këta ishin për vlerësimet, kjo ishte maksimumi. Kur t'jep ndeshjet kryesore, neshe finale, kjo është vlerësimi maksimal. Unë duke pas gjithmonë me pasion dhe me dëshirë, dhe duke pas edhe një biznes timit të cilin unë sportin e kam pas hobi, me plot kuptimin e fjalës hobi dhe dëshirë, duke u nisur gjithmonë nga dëshira dhe pasioni, po kur nga pjesa ekonomike e përfitimit në futboll, në arbitrim. Futën në arbitrunë në neshën dhe them që mas e kanë nga kolekte mi, por nuk e marrë përsipër, sepse ata në atë kohë kishin sistemin e FIFA-s dhe nuk marrë përsipër me thonë që ti ishe ti në pozicionin e tyne, a do ta kishit bëj, ju përsërit njëjtin veprim. Gjithsesi unë për momentin e kam qujtë gabum, edhe për një kohë, gati një vjeqare, sikur u të rënditë një fije, u lëkundën të marrëdhënia tona, po gjithë shkoj normalisht, sepse nuk mund të hellshim mundën dhe djersen e punëve që kishin bërë me vite tara. Ju shkuat një natë përpara, duke vlerësuar maksimalisht finalen, por 2 kolegë tuaj ka shkuar brenda ditës? Po. Po nuk kishit kontakte? Ku më marrë, s'kishte probleme telefonash. Nuk u lërmruat apo do të hojmë tek stadiumi? Te stadiumi, se kishën orën 19. Ishte një telegram për ju edhe për 2 asistentët? Asistentët kishin marrë telegram tjetër, se kishin nisë në nesër, unë ishin në hotel, vetëm, pa asistentët. Këte ishte ndryshimi që u bëj këj korrumbol, për me gjithate, gjithë ka kalaj bukur. Unë e morë me sportivitet, me thënë drejten. Dhe vazhdova punën për mos të humbë gjithate mund dhe djerë që kishe derdhë. Gjithate ju erdhë keq që nuk diskutuat, nuk drejtuat vetëm në finale? Jashtë zakonisht, por ja që ndodhen në këta në sport, ti thatë edhe në fillim të bisete që ka gjanët bukra, ka gjanët shtira, po kja është një në të pjesë që ka lanë pak në aqër, po me gjithate, gjithë shka shoshitet edhe gjenë vendin e vetë. Ke që në arbitrat më të vlerësuar, por nuk keni pas shumë ndeshje të rëndësishme? Po,
Po, për nga rëndësia... Ndoshta e kanë çuar tek ato më problematike, jo tek këto finalet e shumë pritëra. Po, unë thash që edhe në bisedë e sipër, thash që në ata fushat e nxehta ku ekipi i Tiranës thotë për shembull, i vetmi gjyqtar që i marrin pikë në 500 jeni ju. I vetmi ekip Tiranës ose të rrethëve që i marrin pikë në Laç jeni ju. I vetmi gjyqtar që marrin pikë përsëri në Ballsh ose në Fieri në këta kushte jeni ju. A ishte vështirë të arbitrojë këto fusha? Shumë e vështirë. Ta them edhe një fakt interesant. Për të tregu vlerat e kolegjiumit Shkodrës dhe timit personale, ishte ndeshja e parafundit Apollonia Tirana. Caktuam gjyqtar kryesor me 2 asistentat për të arbitruar ndeshjen Apollonia Tirana. Apollonia ishte për të rrezikuar përfundimisht daljen nga kategoria superiore. Tirana kishte fitu titullin. Dhe më caktojnë mund në Frakull, një fshat, një 7-8 kilometra pa hinë në Fier, dalin ca njerëz dyshimë të rrezikshëm dhe më provokojnë. Ndeshjen do ta fitojnë Apollonia. Unë për mos të bëj skena sepse je figurë, sido që qoftë je figurë, je personalitet. Po mirë, më thonë, mund të shkojmë deri në stadium. Dhe shkojmë në stadium, me të thënë drejtën aty, unë mbaj rolin, u bana teatral sepse u bana i smur. Pse u bana i smur? Me qëllim që unë mos ta arbitrosh atë ndeshje, se unë s'mund ta dorëzosha veten dhe karakterin tim te ajo ndeshje. Se u do të me e dhanë, jo me fitu me karaktere me djerës të me mund. Edhe arbitroj gjyqtari 4, fitaj Apollonia 2-0. Unë mora vlerësimet mrapa për më thirrën në komision tekniko-gjykues motivi i dorëzimit ndeshjes. Unë i thash i smur, po ata e kishin parasysh karakterin dhe forcën time. Mirë thanën. U fitu 2-0 nga Apollonia, me këtë deshta me thonë që nuk jam dorëzu kurrë. Para ndeshjeve ose me sakrifiku vetin. Emnin tim dhe të kolegjiumit Shkodrës kur se kam bajnë gjatë jo. Ka pas fjalë, ndoshta dhe të vërteta që në dhomët e arbitra kanë hyrë edhe deputet, apo kryetari i bashkisë me pistoleta, kanë hyrë të fortë, presionin nga më ndryshmet. I ka rastisur Jusufit dhe treshës së tij gjërat të tilla? Po, janë deputet edhe sot e kësaj dite. Kuptohet e din vetë, gjerës. Me pistolet, këtu s'del një gjallë pa fitu ndeshjen pistoletën të volin ndeshjes. E kishte ulur gabimisht? Po, gabimisht. Për të puthur. Edhe këta i kena kalu, po kena pas edhe gjana shumë bukura, sepse gjatë aktivitetit tonë, unë nëse gjithë kolegët e mi për shembull, dhe figurat e mëdha të arbitrimit në Shkodër nuk kanë arbitruar vllazërinë e Shkodrës, unë kam edhe një fakt tjetër interesant. Me 12/6/1991, java parafundit ose e fundit e kampionatit kombëtar të vitit 1991, vllaznia Skënderbeu arbitron gjyqtari Shkodran Steti Sufi me 2 kolegë Shkodran. Hera parë dhe vetë. Hera parë dhe vetë në histori. Dhe këtë histori e pa ta fatin ta kemon. Sepse në atë kohë, duke pa parasysh se ndryshimet e sistemit, nuk erdhen gjyqtarët e caktuar për gjykimin e ndeshjes, dhe ne në atë kohë ishin caktuar nga kolegjiumi i Shkodrës që gjithmonë të jetë një treshë rezervë në stadium. Dhe atë fate pata unë dhe arbitroj ndeshjen Skënderbeu, vllaznia Skënderbeu me rezultatin 5-3. Në atë kohë që të jo gjithë duke kanë dhe gazetarë dhe më afërt ishin trajner profesor Aslit Hafizi, Hysen Delja kapiten skuadrët, mos për përmend, mos thënë këta tjerë, 2 grujtat e prem që e tjerë me rrallë. Dhe ka ishte një diçka e bukur, diçka e rrallë, diçka shumë emocionuese, të cilët mendoj që ka me të historik për i këtë periudhë që flasim sot, se nesër mund të krijohet edhe mundësia të cilin e kena bërë gjithmonë problem, pse mas me arbitru Shkodrën Shkodrant, edhe Tiranësit në arbitru Tiranën. Kjo është
një kangrenë e cila ka vite që e diskutuar dhe nuk është zbatuar asnjëherë. A është logjikshme të arbitrojë një arbitër Tiranën apo një tjetër? Po kjo logjikë flasim për Shqipërinë, se kjo logjikë ndoshta nuk ekziston edhe në vendet tjera europiane, po të paktën Tirana me Tiranën. Tirana pse mos me arbitru dhe Shkodrani, kjo është ndryshimi. Se nuk ka pse gjithmonë ato. Ata me moj Tiranën, ata me moj Turqin, kurse Shkodra vllaznin asnjëherë. Këtë fat e pa ata vetë. Deri çfarë vitit ka vazhduar karriera në arbitrim me Asli Yusufit? Pa mbyll ka kenë edhe një rast shumë i bukur që duhet përmendur që gjithmonë të them drejtën stadiumi kombëtar që Mustafa ka dhënë vlerësimin maksimal. Dhe derbit Dinamo Partizani me datë 12/6/2003 arbitraj unë me 2 kolegët e mi, pra në atëherë kena arbitru edhe me kolegët e ndryshëm Gjergji, se duhet të kenë parasysh se kisha shumë herë edhe asistentat të rrethave tjera, të Lezhës, të Tiranës, të Durrësit, të Elbasanit, të Gjirokastës, shumë Berati ka pas, Vlora ka pas asistenta që më kanë ndihmu jashtë se kështu ishte caktuar nga Federata Shqiptare e Futbollit, dhe është kënaqësi e madhe kur të marrësh një derbi si Dinamo Partizani, nuk është e vogël për vlerësimin tim. Dhe unë jam munduar gjithmonë mi dhënë vlera vetes, kolegjiumit edhe ndeshjes kuptohet për nga vlerësimi maksimal që më kishte bërë dhe Komisioni i Caktimit të Arbitrave pranë Federatës Shqiptare të Futbollit. Dhe ishte gjithmonë kënaqësi. Shumë kënaqësi. Stadiumi kombëtar që Mustafa ishte kënaqësi sepse ishte maja e vlerësimit për një gjystar futbollit. E keni lënë në vitin 2004 arbitrimin? 2004, një vit para afatit. Për arsye sepse ka qenë edhe një ndeshje tjetër, nuk e di nëse ke parasysh, Tirana-Lushnja. Ndeshja ishte dorëzuar në tavolinë. Dhe Fajin dhe Barashka doqin t'ja veshin Yusufit. Edhe këtë gjana unë nuk i hanepsi shumë, dhe pranaj ti mund të ashtosh edhe një pyetje që pse Asli Yusufi është larguar nga pjesa e sportit, për cilin e ka dhënë një jetë. Nuk e kishit mushur akoma moshën për të hequr dorë nga arbitrimi. Por unë të mos marr përsipër të flas për kolegët e mi se ata e kanë vazhduar dhe unë se kam vazhduar. Unë ka kenë arsye kryesore sepse fillonin mu bë ushtar të federatës disa, kuptohet. Po me Shkodrën e kanë pas gjithmonë vështirë për të bë ushtar. Ka pasur nga Shkodra në fakt që po nuk kanë bë ushtar. Ti je i bindur për këtë gjë, sepse i kam kolegë shumë të nderuar të respektuar. Por unë duke pas parasysh edhe kohën shumë të vështirë dhe duke marrë parasysh edhe pjesën që unë kam arbitru, kam humbur kohën më të vyrë. Edhe atëherë kur unë e lash arbitrimin, thash po i rri fije më afër familjes sepse edhe fëmijët po rriteshin dhe sakrificat që i bënte Asli Yusufi kishte një mbështetje të jashtëzakonshme mbrapa. Dhe mbështetja më kryesore ishte e zojës time, e cila ata nana dhe ata motra dhe ata bashkëshorte e din kur ka një sportist në shtëpi se çfarë sakrificesh edhe me çfarë emocionesh përjetohet jeta sportive e gjithë secilit. Qoftë ai futbollist, qoftë edhe ai arbitër si që ishe unë pjesë e asaj loje. Sepse nuk është e lehtë 376 ditë të jesh larg familjes. Gjithmonë çdo ditë larg familjes. Ato ditë nëse kur mendojnë të gjithë të kalojnë disa orë me familjen, ato je larg saj. Edhe kjo ishte një pjesë e rëndësishme që unë u shkputa përfundimisht dhe nuk mora pjesë si nuk shkuat tek ndeshja Lushnja-Tirana? Jo, e arbitrova. Po më ngarkunin mua me përgjithësi. Pse fitoi Lushnja? Pse fitoi Lushnja? Sepse ata kishin bërë pazaret para ndeshjes. E çrrezik kisha unë deshti të bashkë teatri asaj pjesë lojet. Yusufi fletet shpesh në futbollin shqiptar për tolerime të tilla. Është e vështirë të kuptohet nga një arbitër apo e kupton lehtë? Kur dy ekipet merren vesh. Përcaktuar, rregullat e ka të përcaktuar, Gjergji, shumë mirë, kur dy ekipet e shef që nuk dojnë me dhanë atë që kanë mundësi me dhanë,
se gjyqtari është edhe psikolog. Pikërisht e kupton një arbitër? Patjetër gjyqtari e kupton, sepse është pjesë edhe llomave të vdeshjes, edhe nejes në kafe, edhe bisedave, edhe agresivitet ose jo në fushën e lojës. Edhe gjyqtari merr përsipër me rregullore me thirr 2 kapitenët e skuadrës. Trajnerët që për të shërbyer edhe vetes tonë për të shkuar mbarvajtje e neshës një nivel shumë të mirë dhe të rregullt korrekt sportiv. Dhe i përcakton që po ju jep një afat kohor për të menuar doni me lujt apo nuk doni me lujt. Dhe gjoj edhe është vërtet që nuk, por kompetencën e ka. Sigurisht, por kur e shef që 2 ekipet kanë rënë dakord, pastaj bëhet palë edhe arbitri mbyll syt edhe vazhdon lojën. Por nuk pëlqen kjo. Pjesë nuk pëlqen, por është pjesë e lojës. A bën pjesë e lojës. Jusufi, në 27 vite që thatë ju jeni marrë me arbitrim, cili ka qenë momenti më i vështirë? Kur ndoshta jeni ndjerë në sikletin më të madh? Kam histori. Me 16-12 1995, me memorje që ngeni janë shkruar. Albetej Neshën, Kastrioti, Apollonia. Kategoria superiore gjithmonë, mos të harrojmë se pa e shtojmë bisedës edhe një fakt tjetër. Shifni klasifikimin ose ekipet që marrin pjesë në kategorinë e parë sportive sot që quhet. Gjithë ato ekipe kanë kënd superiore. Pothuajse 80%, se s'po them më shumë. I ke pas superiore dhe me vlera të jashtëzakonshme në futbollin shqiptar. Kjo nuk më pëlqen, gjithsesi ka më të mëshëm se sa unë që e din me vlerësu këtë punë. Albitojmë një neshje Kastrioti që të thash me Apollonin. Në stadiumin e Kryes, i vështirë. I vështirë. Minutën 17 e jep një karton të verdh për ekipin mik. Minutën e 35 në pi karton të verdh për ekipin vendës për ndërhyrje të ashpër. Që të shënimit e mia që kam aty e kam shkruar, po i kujtoj se janë 95 qysh sa vitet edhe shkruan aty shënimet. Mund të jep të kartoni koq. Jo të lëruat? Duhet të jep të kartoni koq. Të lëruat me të verdh, të pas parasysh kushtet se ku arbitron. Ndërkohë, në minutën 35 kur nap kartonin e verdh për ekipin vendës, te porta tjetër, grushte masive për tjerë lojtar edhe tjerë me radhë. Neshja nuk mund të gjikohet në tilla kushte dhunet reprezalje. Sepse erdhëm në godit edhe ne. Atëherë, si çdo trajner që ka sistemin e tij 4-2-2, 4-3-1, etj, edhe na kena sistemin e tërheqjes të arbitrimit. Duke zbatuar gjithmonë rregulloren, por taktika ku qëndron? I them kolegëve, edhe zhveshguesit neshjes, i Suvdobjani një emër i madh i arbitrimit dhe i vëzhgimit kavajas. Do të bëjmë taktikën e tillë. Sikur po 50 minuta se kishte ekipi i Apollonisë për të pa këtë vund verbale dhe vund fizike të jashtëzakonshme, u futën në dhomën e qesë me vrap. Unë respektova presin 10 minuta i qerekorit se po vjen ekipi i Firit. Kjo është justifikim për taktika jonë, siç thash. Dhe përfundimisht Bilbilit për 35 minuta loj, kur rezultati ishte 0-0, mbaj përfundimin e neshjes para kohë dhe him në dhomën e çdesë rrim 2 orë. Derisa qetësohet situata. Kjo ka si neshje më vështirë. Dhe dolet nga Kryja, besoj me autokolon policie. Me autokolon policiet po atjetër. Kjo ka neshje më vështirë dhe për këtë Federata Shqiptare e Futbollit dënoi ekipin e Kryes. Edhe rezultatin ka qenë atje 3-0, jo 2-0 siç është sot, po 3-0 për ekipin e Fierit. Dhe ju morët vlerësim apo maksimal, sepse ishte rasti i parë që ndërpritet neshja nga një gjyqtar. Dhe këtë e bën prap një skuadron. Pasi disa gjëra të para. Pasi disa të para. Po momenti ku i ndjer ndoshta më lumtur në botë për arbitrimin. Pas çfarë të them tash, nuk mundesh me bën krahasime Gjergji, se të arbitrash në Angli një vlerësim që të bën Federata Shqiptare përveçisht sistemes që s'ma dhuronin më thënë, si e meritoja.
Të arbitrosh në Wembley, të arbitrosh në Sloveni, të arbitrosh në Danimark, të arbitrosh në Maltë, në vendet tjera, kjo ishte një kënaqësi e jashtëzakonshme. Dules të kesh stadiumin me 25.000 spektator. Mas shpinët se isha asistent, se kush me të lanë, Tirana prep, të s'ken prep Tirana, gjithmonë Tirana, edhe gjithmonë me Albita Tirana s'kam arbitruar në gjitha ndeshjet ndërkombëtare. Kjo ishte një kënaqësi e jashtëzakonshme të cilit e kena përjetuar me shumë kënaqësi. Si shpjegohet që pas temën e FIFA-s, por keni marrë pjesë në ndeshje ndërkombëtare? Apo ishte rregullore që lejojnë për të? Rregullore për vlerësimin doshin me të justifikuar dhe Federata Shqiptare të Futbollit. Lejonte UEFA? Lejonte në takove lejoshin. Gjyqtarët asistentin e lejoshin dhe gjyqtarët katërt e lejoshin, kurse gjyqtarin kryesor normalisht vetëm gjyqtari i FIFA-s. Pra ky ka qenë momenti kur ke arbitruar në Wembley apo në stadiumet e tjera? Të Europës ishte një kënaqësi e jashtëzakonshme. Pa harruar stadionin kombëtar që Mustafa. Edhe ndeshjet e miqësore të vllaznisë mos harrojmë se kena një publik të jashtëzakonshëm të cilët në maksimumin. Ka qenë një ndeshje brenda ndeshjet. Këtu vishim vetëm ditën e ajtë që kishim me 2 porta stërvitje, ishin 5.000 vetë stadion Gjergji. Ishte një kënaqësi e jashtëzakonshme, një përgjegjësi e madhe për të arbitruar dhe për të mbajtur kokat e vlerat e futbollit shkodran. Ti jesh me 2 porta, si Brezi, si gjyqtari i ri që isha unë me Said Çanga, me Sababis, me Ragamin, Ferit Ragamin, me Noja, me qatë themun ty, vlerat i jashtëzakonshme, Hastit Hafizi, dhe ti majsh atë ishe përgjithësi e jashtëzakonshme, sepse të ndihmoshin edhe sportistat, ndihmoshin që ti të përmirësoheshe të rritesh nga ana profesionale. A ka pas Aseti Yusufi një model arbitri që ka dashur ta ndjek? Përveç në atë kohë kur kena qenë, ka qenë i malli Vutro, francezi Vutro. Ai që ka qenë figura më kryesore e viteve ku kam arbitruar unë. Ndërkohë në Shkodër në Shqipëri, në momentet tuaja të para, keni pas një model që keni dashur të ngjasoni, ta kopjoni për mënyrën e vendosjes fush, për seriozitetin, për arbitrimin? Përveç them për Shqipëni më parë për nga vlera e forcës së karakterit edhe ndëshmërisë, më thonë, kam pas dëshirë edhe kam ndjek me shumë seriozitet rrugën e babës. Ndërsa si personalitet në arbitrim, nuk do të veçoja një. Qëse më lejon me thonë edhe 2 ose 3 anë që i kam pas idhull. Patjetër. Të parit do të vej Florent Kotheri, dytin Arsen Hoxhën dhe tretin Llori Priftin. Këta janë vlerat pa diskutueshme të arbitrimit shqiptar, të cilët unë i kam pas idhull dhe kam pas fatin e mirë që ata të më ndihmojnë mua në vëzhgime që ata më kanë bënë. Kam qenë shumë i vlerësuar nga ata dhe shumë i kënaqur. Cili ka qenë lojtari më pa disiplinuar? Tash me thonë drejtën. Sepse sot për shembull e dim që janë disa në kampionatin shqiptar, por në ato vite them drejtën tash ata vite kanë kaluar dhe nuk do kisha dëshirë ti përmendja, por do të thosha një sulmues i Laçit, një mesfushor i Peqinit. Qose dikush e ndjek një sportdashi shumë dashamirësa e din se për ke bëhet fjalë. Kishte Aseti Yusufi ndonjë bezditi në tjetër të karton, ndonjë futbollist të disiplinuar? Që ndoshta e shite si shembull fushë e lodhës, po ndoshta në ndonjë rast. Them të drejtën, gjykimin tim jam mundu me kënë edhe novator. Ku i them novator? Sepse gjatë gjykimit tim unë jam mundu që mi disiplinu lojtarët dhe duke i thirrur me zën që të lutem mos në hyjë se më ke mrapa. Dhe më thonë për ta siguruar atë për të mos marrë një karton të verdh, mos edhe të kuqin. Dhe më thonë kjo ka qenë ana, si thënë, stimulante e imja që ai të lunte 90 minuta lojë dhe mos të dëmtote nga Aseti Yusufi. Gjithmonë i shkushë, po kjo falë edhe përgatitjes fizike në altësisë të madhe, sepse ishe gjithmonë para në aksionit dhe gjithmonë kur të shef edhe lojtari mbrapa shumë afër teje, edhe kundërshtimi i vendimit tënd është në minimum. Kjo është një punë që duhet ta bësh ti me seriozitet gjatë stërvitjes përgatitjes fizike, sepse për të aktivizuar në Super League ose në gjitha kategoritë tjera, duhet të licencoheshim siç licencohen sot, por ne u licencoheshim nëpërmjet norma fizike dhe norma teorike, të cilat realizoheshin 2 herë në vit
dhe po su realizove, po su u certifikove me këto dy disiplina, ti nuk kishe drejtën të gjykoshe në neshe, dhe këtë fatë se kam paskur, sepse pavarësisht sakrificave që i bansha, me punë, me stërvitje, duke kalu edhe në stres, edhe në sakrificat mëdha, shkoshim me albetu në Gjirokastër. Dhe prej Gjirokastër, direkt të kalu jashtë shtetit për të kryer një aktivitet pune që i kisha unë atje, dhe më dhënë vëgrejt e vetë është edhe pashtë stërvitje, rregullisht 3 herë në javë me sakrificat të jashtëzakonshme. Sa kushtet e sotshme nuk krahasohen kur me kushtet tona. Sa ori përkushtoj afërsisht në javë Aslidi Sufi një ndeshje? 3 orë ka kënë minimumi, por bashkëm edhe përveç se fushës stadiumit Voja Kushi, kishim edhe terenet tjera që mërshim edhe me sportet tjera për të kenë gjithmonë aktivitet. Plus teorin, plus plus edhe që kishim favorin e mirë, sepse edhe rrugën e Shirokës, Gjergje e kine ba rregullisht, Shkodër-Zogaj, e kine ba, sepse ishte domosdoshme, se në sistemi edhe vrapimi i rezistencës, të cilit ishin 12 minuta për të realizuar me 8 vrapime rreth stadiumit, ishin që edhe disa sportista nuk e realizoshin. Dhe aty gjithmonë kam qenë më i fuqishëm, se sa në sprintet e 109 sekondit, sepse ishte gara ime specialiteti im, rezistenca. Edhe po këtë do të stërvitje të jashtëzakonshme. Aslidi Sufi, ka pas kolegjiumi i Shkodrës arbitrat mirë? Shumë të mirë. Thash, bëmë edhe me përmend dalin shumë për konflikt se mos të harrej në një. Për figurat kryesore, unë them që maja e arbitrimit në Shkodër, mos të harrojmë që do të përmendim Bakir Dibren, Tahir Kalacin, Tef Prelen, për mu kjo e treshje superiore. Pa harru gjithë kolegë tjerë që i vinë mrapa. Pra Bakir Dibra, Tahir Kalaci dhe Tef Prela kanë qenë 3 arbitrë më të mirë kryesor të superiorës. Të superiorës për qytetin e Shkodrës. Edhe Tef Prela në fakt njëtë probleme ndoshta edhe si ju, me mungesën e sistemës. Por, me të thënë drejtën, Tefa ka pas problemin sepse ka qenë aja pjesa e erdhë e shoqërisë shqiptare para demokracijet, e ashtë i qujta e biografi. Ai e pat biografinë me klapa, unë e pata pa klapa, po se mora as veta. Edhe ti me biografi? Me biografi, të mirë, unë edhe se mora. Jeni i lumtur që zgjollët arbitrimin tashmë që mendoni? Ka qenë vitet bukura? Unë thash njërkohë që në atë periudhë unë u merrsha edhe me basketbol, u merrsha me volejbol. Një familje sportiste është përgjithësi. Një familje sportiste është përgjithësi. E dashurum si gjithë populli i Shkodrës, të cilin futbollin e ka fe, e ka shenjtë. Edhe si mund të largohet e familja jeme me 4 vëllezër të cilët edhe me baban gjithë dashamirësa, gjithë aktivizuar në sporte të ndryshme me sport klub Vllaznin. Atëra edhe unë e bana një detyrë, siç më nxiti mu plaku im, edhe unë e afrova pranë kolegjiumit Shkodrës edhe çunin. Pikërisht, për këtë deshet pyes, ju erdhi keq që nuk e vazhdoi sikur babai, sikur ju edhe ai karrierën? Përbes, çdo prind ka dëshirë që ta shohin fëmijën e vet në lartësi të tjera në krahasim me prindin. Por ai të pas parasysh se bani një 4 vjet kolegjium, jetë kolegjiumit në qytetin e Shkodrës dhe pat aktivizime, filloi bukur aktivizimin i doli drejta studimit për në Gjermani, dhe kjo ishte periudha të cilën ai jo se u shkput, por vazhdon edhe sot e kësaj dite në landin e Bavarisë, siç quhet këtu në qytetin e Shkodrës, për shembull zona rajonale veriore, edhe gjikon në ligën e 4 të Gjermanisë, në qytetin Nuremberg. Merr pjesë në kolegjiumin e qytetit Nurembergut. Pra vazhdon. Po, vazhdon traditën, por për të arritur majat ka një specifik Gjergji,
sepse sot ti po e shef edhe vetë arbitrat ndërkombëtar janë duke u vlerësuar shumë shpejt edhe në moshë shumë të re. Po e shef edhe vetë në moshën 27-8 vjeç i ke me sistem të FIFA-s, një kohë që 27-8 vjeç atje të arbitosh në ligën e katërt, nuk mundesh me arrit majat, të pas parasysh për me dash me arrit babin tënd. Por gjithsesi rëndësi ka që tradita vazhdon. Kjo është e rëndësishme. Shumë e rëndësishme. Por mbi emrin Jusufi, vazhdimi i traditës besoj që është një nga krenaritë tuaja. Ka një shprehje që e përdorni shpesh ju të fushës së arbitrimit. Arbitrat shkodranë janë më të ndershëm në Shqipëri. E vërtet kjo? Me thonë e vërtet është pak. Është shumë pak. Merrni parasysh këtë gjë, që në gjithë karrierën sportive time dhe të kolegëve të mi, nuk di tjetë ndëshku për arsye të forcës karakterit dhe të moralit një gjyqtar futbollit nga qyteti i Shkodrës, për përsëritjet ndeshjes që ju kanë ndodhur shumë aktivitet, për dënimet në masë të gjyqtarëve të Shkodrës, as që bëjnë fjalë. Kjo fal edhe brezit më përpara me që i përmendën ata emra të lavdishëm të kolegjiumit të Shkodrës, të cilët na kanë injektu forcën e karakterit dhe vazhdon edhe sot e shoh edhe jam shumë krenar për dy djalmoshat e ri që vazhdojnë ligën superiore. Dhe kjo është një arritje shumë e madhe që të kesh dy kryesor në ligën superiore, një kohë që edhe ne kena pas, por për një periudhë shumë shkurtër. Kanë qenë edhe dy vëllezër prela, mos të harrojmë. Ose dy astritat në aktivitet. Njëri një ndeshje, unë një ndeshje, kolegu tjetër një ndeshje tjetër. Por këto po ecën shumë një dhe jam krenar për ta. I gëzon fakti shumë sepse e rrit vlerat të qytetit të Shkodrës. Kur e ndisni një ndeshje sot nga ekrani i televizionit apo në stadium, shikoni lojtarët apo vazhdoni shikoni edhe sjelljet e arbitrave? Përbes ta them me sinqeritetin më të madh, unë i kam vëzhgu dhe vëzhgimet e mia nuk kanë dalë vetëm ana profesionale ime dhe sakrificat që kam bërë dhe vlerësimet që kam marrë dhe punën që kam bërë gjatë jetës, e quj vetin me modesti ta them profesionist në linjën e arbitrimit. Sepse veç po të them diçka, vetëm një fakt, që nuk e kam thënë as në biseda të tjera, Eugene Gjajën e kam vëzhgu një ndeshje para 4-5 vjetëve në Reshit Rusi. Dhe kam shku dhe kam taku, jam prezentu, jam filani, faleminderit. Mund të them vetëm diçka, mos më merr për bazë. Për mua do të kesh ecuri. Edhe jam largu. Fakti ishte që mas një vitet ai mori stemen. Sot me keq me var apo me mirë? Të them të drejtën, është problemi i varit. Se duket që edhe arbitrat kryesorë ja kanë varur paksa punës. Problemi i varit për mua ka dy anë specifike. Ana para është kështu, sepse në Shqipëri vlerësohet ndrysh vari dhe në kampionatet europiane siç po i shohim, vlerësohet ndrysh. Dhe vlerësimi jem është i ky për varin. Si çdo ndeshje që arbitrohet në grup. Arbitrohet me asistenta, me të katërtin, me varin 1 e varin 2. Por në qoftë se në Shqipëri ka subjektivizëm për mendimin tim dhe nuk vlerësohet si duhet vari, protokolli i varit, shpeshherë i bin nesh edhe protokollit vetë që është caktuar nga UEFA në Shqipëri. Nëse në Europë ka i fjalë ndryshimi, ka i cilësi relative më të mirë. Gjithmonë diskutimet vazhdojnë. Por diskutimet vazhdojnë dhe do të vazhdojnë. Edhe në Angli, Itali e kudo. Edhe do të vazhdojnë. Por unë them që ka përmirësim, sepse një ndeshje futbollit rregulli dhe disiplina dhe për çfarë shkon tifozi ose sportdashin në stadium. Për të pa rregullsi, për të pa i gol. Ndërsa sot mundësia e golit në pozicione të pavlefshme nuk është e mujtën më falë edhe varit. Duhet ta pranojnë. Janë eliminuar gabimet dhe shkon drejtësia në vend, siç i thojmë ne. Por që ka subjektivizm sepse po ti keni parasysh në shtetet europiane janë minimumi 20 kamera Gjergji. Nësa nuk e dia janë 5 ose 6 ose 7, të lutem. Edhe pozicionet nuk janë shumë të dukshme
Pastaj deri diskutimi është vendosur vija Është vendosur vija shtrenjtë, vija drejt fal dhe mungesës së kamerave që duhet të jenë më të shumta në numër. Pastaj po shkojmë drejt fundit të bisedës. Ju keni pas besoj mundësinë edhe për të larguar nga Shkodra, nga Shqipëria si shumë të tjerë, por keni mbetur sërish një shkodran i mirë. Jeni lidhur me këtë qytet? Shumë, Gjergji, jashtëzakonisht shumë. Nuk e di se të flasësh për qytetin tonë, ndoshta po dukem shumë jashtë natyrës time, por nuk mund të jashtë natyrës time sepse Shkodra është gjithçka. Jo për mua, po është krenari për Shqipërinë. Se për Shkodrën nuk diskutohet. Është një vlerë. Shifni art, kulturë, sport. Në gjitha fushën, teknologji, ku dush të ka për Shkodra është e para. Dhe gjithmonë jena sulmuar. Pse? Po jena më të mirë të më Gjergji. Duhet të pranojmë. Me modesti, pa modesti, pranoje. Jena vlera. Shkodra ka xher koka. Shkodra është uji i Shkodrës të bën mirë. Lënë më me shku në bjeshk. Kjo është Shkodra. Kjo është vlera jashtëzakonshme. I lumaj që jeta në Shkodër. Kam pas mundësinë. Ba me ta thamë edhe i fakt tjetër, ndoshta mos dalim jashtë temës. Po të vish për Anglijet, e trakasin dera e shtëpisë, më jep pasaportën, i ke $20,000 gati, se kam pranuar. Kjo është dashuria për Shkodrën. A kam gabu? Nuk e di. A jam i lumtur, jam i plotësuar. Si i thëmë ne, mashallah. Atëherë, pse mos të dashuroj Shkodrën? Një kohë që unë i kam dhënë Shkodrës, edhe Shkodra më ka dhënë mua. Çam ka dhënë? Më ka dhënë respektin dhe mirënjohjen që kanë për punën që kanë bërë. Si Shkodra, si Federata Shqiptare e Futbollit. Që kudo që shkojnë edhe kolegët e mi, mbin respektin dhe mirënjohjen e ish kolegëve ose të përgjegjësve të klubeve të qyteteve ku ata arbitrojnë. Kjo është një arritje për mua, kjo është kënaqësi e jashtëzakonshme. Nuk vlerësohet me vlera monetare. Pastaj faleminderit që ishin në këtë bisedë. Kam tentuar prej kohësh dhe kisha shumë dëshirë të ju kisha në këtë emision për të kujtuar shumë nga ngjarjet kryesore, sepse të gjitha nuk mund të thuhen brenda një ore, por besoj që e kemi thënë disa nga momentet kryesore të karrierës 27 vjeçare tuaj në arbitrim. Unë të thash, jam shumë mirënjohës, përveç jush edhe kolegëve tjerë gazetar që disa dhe nuk jetojnë, jam mirënjohës, se na keni respektuar gjithmonë. Megjithatë, e din mirë se më ke bërë kërkesa edhe herë tjera, e nuk kem tregu shumë serios, jo se s'kam dash me të respektu, por problemi i punëve, problemi i biznesit, më ka bën që me ta vanu i fije kërkesën edhe për këtë më fal. E rëndësishme, edhe ti jam mirënjohës. Faleminderit ju zoti Jusufi, sepse e rëndësishme është që pikërisht këto emisione bëhen për të sjellë përpara shikuesve, por edhe përpara brezit të ri modele, të cilat brezi sotëm duhet të ndjekë. Dhe besoj që arbitrimi shkodran, ato dy që përmendet ju që janë sot në Super League, edhe Grimci edhe Myrtja, i kanë modelet e Jusufit, e Prelës, Bakir Diprës, Kalacit apo arbitrat të tjerë për të ndjekur. Është mas e vërtetë të jam mirënjohës, faleminderit edhe herë. Faleminderit. Të nderuar shikues, kaq për këtë emision ishim me ish arbitrin e njohur të Shkodrës dhe të Shqipërisë zotin Asli Jusufi në këtë emision numër 67 podcastit tonë. Natën e mirë, takohemi në emisionin e ardhshëm.